A mund të na sqaroni në mënyrë kronologjike historiatin e këtij aktiviteti të prokurimit, respektivisht aq sa ju dini dhe keni pas shasje në këtë aktivitet? Si praktikë në kek zyrën e prokurimit, çdo zyrtari i ndohet kërkesa me dokumentacion për të zhvilluar një aktivitet. Dhe një prej aktivitetet që cilat kam qenë i angazhuar është edhe ky aktivitet për të cilën po diskutojmë. Ka qenë me procedurë të negociuar pa publikim. Të cilin e kam zhvilluar sipas ligjit që e përcakton ecurinë e këtij aktiviteti dhe kemi urdhër në fund me një kontratë të nënshkruar ka 2 palët. Ecuria e aktivitetit ka qenë që së pari kemi njoftuar KRPP-n lidhur me zhvillimin e kësaj procedure. Pastaj kemi vepruar ashtu që kemi përgatitur dosjen, ftesën dhe përshkrimin e çmimit. Përshkrimin e çmimit. Ja kemi përcjell operatorit ekonomik, të cilin kontrata i është dhënë dhe e kemi ftuar që të dorëzoj ofertën dhe pastaj të zhvillojmë negociatat. Kush ju ka ngarkuar me dokumentacion për të zhvilluar këtë aktivitet prokurimi? Drejtori i zyrës prokurimit Ymer Dragusha. Cila ka qenë detyra juaj? Drejtori i zyrës së prokurimit Ymer Dragusha. Detyra ime Me njerë pasi që ka marrë dokumentacionin, cila ka qenë detyra juaj dhe si keni vepruar? Unë e sqarova që si kom vepruar, sqarova më herët. Sqarova se çka kam vepruar. Domethënë zhvillimin e procedurës e sqarova. Tani. Ju e Po, pak. A ka qenë i parapar ky aktivitet i prokurimit në planin e prokurimit në KEK? Nuk më kujtohet. Pasi e keni plotësuar formularin standard për procedurë të negociuar pa publikim, ku e keni dërgu? Forma standarde e plotësimit të formularit dërgohet së pari te iniciuesi i kërkesës, pastaj te drejtori i zyrës prokurimit për aprovim dhe në fund te kryeshefi ekzekutiv. Kush e ka përcaktuar këtë operator ekonomik në këtë aktivitet prokurimi? Unë informatat për përcaktimin e operatorit ekonomik e ku marrë nga Ymer Dragusha. Për përcaktimin e operatorit. Kush ka qenë iniciuesi i kërkesës? Anjeta Zëqiraj.
sa deklaruat që ju e njoftuat KRPP-n. Po. A morët ndonjë përgjigje, rekomandim ose opinion nga KRPP-ja lidhur me këtë aktivitet? Sa më kujtohet, po kena marrë një opinion pas njoftimit nga KRPP-ja. Sa më kujtohet, kemi marrë Po. opinion. Po. Çfarë ishte ky opinion? Opinion, po. Opinionit zakonisht i dërgohet drejtorit zyrës prokurimit. Dhe përmbajtja e tij për momentin nuk më kujtohet. Pasi që pranuat opinionin nga KRPP-ja dhe tani nuk po ju kujtohet përmbajtja, si vepruat me këtë aktivitet? Nga KRP-ja si vepruat. Përgjigjen e opinion, do më thonë tekstualisht përgatitur, prapë e kom marrë nga drejtori i prokurimit dhe e kom ngarkuar në platformë dhe e kom drejtuar KRPP-s. E kam ngarkuar në platformë. Po, dhe e kom drejtuar KRPP-s në përgjigje. A mund në të sharoni pak, pse 2 herë tani edhe 1 herë të njoftohet KRPP-ja? Por është i njoftun në opinionin e tij kanë kthy përgjigje, nuk është njoftu për zyti. Po vetëm përgjigje në opinion është dhënë. Atëherë Qytetarit, në balë nuk të kena të shonë. Nuk kanë sqaruar që ka Po. pak ma shumë. Po, më imi sqaru. Momenti që e kena marrë një opinion nga KRPP-ja, Po, po tha që e keni ngarkuar. po kena kthy përgjigje, Një opinion nga KRP-ja. duke e njoftuar që Kemi kthy përgjigje Po. kujt? KRP-s. KRPP-s njëtë, po, Kthy përgjigje nga KRP-s. duke dhënë argumentet pse u morë kjo aktivitet, dhe pastaj kena vazhdu matutje me këtë aktivitet. çka veproi KRPP-ja pasi i dha përgjigje? Nuk, sa më kujtohet, nuk kanë reagu. A mund në sharoni pak më shumë lidhur me këtë aktivitet, si është vepruar më tutje? Pasi që është e përcaktuar në data, sa më kujtohet ka qenë 1 ditë apo 2 ditë prej dërgimit të ftesës, është ftuar të dorëzohet oferta dhe pastaj kemi ftuar palën, konkretisht operatorin ekonomik të cilin e kena ftuar me ftesë për të zhvilluar negociatat. Negociatat janë zhvilluar në hapësirat e Kekut. Kemi qenë 3 anëtarë të komisionit. Të përcaktuar me vendim. A ka pas garancion të ekzekutimit ky aktivitet prokurimi? Po, Kush e ka përcaktuar lartësinë e garancionit? lartësinë e garancionit Garanci. ju kom drejtu iniciuesës apo shefës kabinetit të kryeshefit, pasi që ka qenë me procedurë të negociuar pa publikim, të përcaktoj vlerën e garancionit të ekzekutimit. A ju kujtohet sa ka qenë? Vlerën e garancionit të ekzekutimit Po, dhe vlera vlera ka qenë 10% e përcaktuar. 10%. Sipas njohurive t'juaja, në procedurat
e më parshme, qoftë të hapura, qoftë të negociuara, cila ka qenë vlera e garancionit e parapar nga korporata juaj, respektivisht menaxhmenti i saj? Në atë kohë ka qenë, në atë kohë ka qenë 50%. Për procedurat hapuna. Zyra juaj e prokurimit në atë kohë, a ka pas nevojë për ndonjë konsulencë ligjore që ndërlidhet me prokurimin, me punët e juaja? Unë nuk Konsulencë ligjore që lidhet me procedurat e prokurimit. A keni pas nevojë si... Unë si zyrtar që jam nuk muj me vlerësu a ka posa nevoja jo, do më thonë ka vendos nivellet më të larta. Po zyrë ligjore në kuadër të korporatës, a funksionon? Po, ekziston zyra ligjore. Nderuar dëshmitar, duke pas parasysh faktin që paraprakësh thatë se nuk ju kujtohet krejt, Po, me lejen e juaj i nderuar trup gjykues, që mos ta ballafaqoj, do t'ja kisha përkujtue një pjesë të dëshmisë së tij, për të cilën sot deklaron. Thjesht në ballafaqsuar. Po, ose po vjen mos të ballafaqoj, se mund të jetë që thotë si ju kujtuar ose diçka tjetër. Mirë.